Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. E falenderojmë Allah subhanahu wa taala, Zotin e botëve, dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala, ai është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Lavdet e Allahut dhe selamet e tij qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vazhdojmë me shpjegimin e mëkateve të mëdha nga libri Kitab al-Kabair, libri mëkatet e mëdha i autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. E kemi mbetë kapitulli Bab ma jaa fi ghish ar-ra'iyya. Kapitulli mbi atë që është përcjell rreth mashtrimit të popullit ose atyre që kinën kujdestarin tonë. Pra autori pasi që flet për emanetet në përgjithësi dhe se sa i rëndësishëm është rujtja e emanetit dhe se si e kundërta e emanetit tradhtia dhe mashtrimi sa i rëndë është dhe se si njeri duhet të jetë i sinqert në raport me udhëheqësit musliman besimtar, tash flet për pozitën dhe obligimet ose ma shkurt mëkatet e mëdha të udhëheqësve. Do të thonë të cilët realisht atëherë kur i shkelin detyrat e tyre dhe obligimet e tyre, bojnë mëkate të mëdha mbi popullin e tyre, e që padyshim do ta shohim edhe më vonë se rrezikshmëria e tyre është shumë e madhe ose rrezikshmëria e udhëheqjes është shumë e madhe për arsye se nuk ka të bëjë me hakun e një njeri, dy njerëzve, por ka të bëjë me hakun e shumë njerëzve. Atëherë si do del njeri para Allahut me hakun e gjithë një popullit të tonë në një ymeti, pa dyshim që ajo është një përgjegjësi e madhe dhe një situatë e vështirë. Fillimisht ose në këtë kapitull të parë rreth këtyre temave, autori sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njeri që i besohet kujdestaria e një populli, një grupi të njerëzve. Dhe ai vdes ditën që vdes duke i mashtruar ata. Duke i mashtruar ata, pra është mashtrues mbi popullin e tij ose ajo që shënon nën kujdesin e tij, illa harrama Allahu alayhi al-janna, veç Allahu do t'ia ndalon xhenetin. Në një transmetim, falam yuhitha bi nasihatihi, pra nuk i rrethon ata me sinqeritetin e tij, me këshillën e tij të qartë, me kujdesin e sinqert ndaj tyre, illa lam yajid raihat al-janna, veç do ta gjejë, do ta shijon aromën e xhenetit. Faktikisht, detyrë e udhëheqësit është të mbajë drejtësi mbi njerëzit që është udhëheqës i tyre, të jetë i drejtë me ta, të jetë i mirë me ta, të mos i mashtrojë ata, të mos i tradhtojë ata, të mos bën hile në mesin e tyre, të mos i shkel drejtat e tyre. Dhe në momentin që një njeri vdes duke mos qenë në rrugën e duhur, ose duke mos i përmbush obligimet që i ka ndaj udhëheqësve, ai konsiderohet mashtrues. Ai konsiderohet se ka përmbush të drejtën dhe hakun e tij që ka ndaj njerëzve. Atëherë kjo është prej mëkateve të mëdha. Dhe fjala kur Allah Azza kur pejgamberi thotë i ndalohet atij xheneti, domethënë kjo është prej formave kërcënuese që tregohet për gjinohet e mëdha. Që njeri nuk do të hyjë në xhenet nëse nuk e fal Allah Azza wa Jall, do t'i privohet xheneti që ai të hyjë fillimisht në xhenet. Pra meriton të ndëshkohet për ato mëkate dhe ato gjinohe në xhenem. Pra qoftë po them duke shkel në pasuninë e tyre, në drejtën e tyre, në pasuni, në moralin, në gjakun jetën e tyre, çfarëdo aspekti faktikisht që nuk mohet drejtësia mes tyre. Kapitullin e radhës, autori thotë babu shafaqati ala ar-ra'iyya. Kapitulli mbi mëshirën dhe butësinë ndaj atyre që kinën për kujdesje, ndaj popullit nëse është udhëheqës, se kemi pasur që kujdestaria është e ndryshme. Kujdestaria më e lartë e një njeriu është të jetë halife ose emir ose princ ose kryetar ose
terme të ndryshme varësisht prej sistemeve që janë. Domethënë ajo është pozita më e lartë dhe është kujdesaria aty është më e madhe se ka gjithë një popull të tonë. Po mund të jetë edhe më e vogël, që një udhëheqje e një qyteti, e një fisi, e një shoqërie më ngushtë, që do ta shohim edhe më vonë në një hadith që i specifikon ose i përmend disa grupe të këtyre njerëzve. Sido që të jetë këtë kapitull, autori është për obligim faktikisht që njerit udhëheqësit të sillet mirë, njerit të cilët i është besuar një detyrë, ndër detyrat mbi besimtarët ose ndaj besimtarëve, e ka për obligim të jetë i butë me njerëz, të jetë i mëshirshëm me njerëz, jo të jetë i vrasë dhe i ashpër me ta. Për ata autori këtu fillimisht që dy ajetet kuranore, ku ajeti parë thotë "Wakhfid janahaka lil mu'minin", pra me besimtarët të sillu but. Allah urdhron që me besimtarët me u sill but. Gjithashtu hadithi ajeti tjetër "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik", thot Allah subhanahu wa taala, nëse të mëshirës, pra mirësisë, se Allah azza wa jall ti u solle butësisht me ta, sikur ti ishe i vrasht me ta dhe ti ishe i ashpër, ata kishin më largu prej teje. Kur sahabët prej kujt rreth pejgamberit kishin më largu për rasthinej. E jo njerëz të tjerë. Tash, nëse njerëzit ishin largu prej pejgamberit më kosil vrasht, po kush është filoni i fistekut, qoftë mretë, qoftë udhëheq, nëse sillet vrasht edhe rrep do të largohen njerëz, domethënë njerëzit do ta urrejnë, njerëzit do të ikun prej tij. Kështu që është detyrë e tij të jetë i butë dhe i mëshirshëm me njerëz. Në vazhdim autori sjell hadithin e cilin e transmeton Aisha radhiyallahu anha se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e që ka bërë dua realisht këtë thonje, Allahumma man wulliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayh. Sot pejgamberi alayhis salam, o Allah, kushdo që është besu një çështje ndër çështjet e ummetit tim, dhe ai u vështirëson atyre ato. Pra, ja rënon njerëzve punën, ja rënon njerëzve detyrën. Fashquq alej, vështroja edhe, domethënë vështirësoja edhe ti atij. Ky është ligji i shariatit, el jaza min jinsil amel. Shpërblimi vjen varësisht edhe prej veprës. Ky sillet, domethënë ja rënon njerëzve jetën, ja rënon njerëzve kryerjen e obligimeve të Allahut, ja rënon njerëzve praktikimin e fesë, ose çështjen që cilën e ka marrë përsipër varësisht çu shtan prej nivelit, çfarë detyra ka marrë, çfarë udhëheqje ka. Allahu pejgamberi është lut kundër këtij njeriu. Që Allahu t'ia vështirëson ose edhe Allah të jetë, domethënë të sillet me vështirësime të ose t'ia vështirëson Allahu punët atij. Kurse kundërta, wa man wulliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih. Sot o Allah sot atij i cili është besuar një detyrë ose një çështje nga çështjet e besimtarëve dhe sillet me butësi, sillu but me ta. Ose sillu edhe ti me butësi me ta. Kështu që kjo është ndër detyrat e udhëheqësit dhe kjo është lutja për ata që e përmbushin këtë detyrë, mirë po në të njëjtën kohë edhe është doja kundër atyre që janë të vrasht e të rrept ose që avranojnë njerëzve jetën. Se udhëheqësit në dy lloje, janë që ose asi. Tash, nëse i përmbush këtë, është doja e pejgamberit, këtë doja bekume, po në anën tjetër është doja kundër tinej. Në vazhdim autori sjell kapitullin Babul ihtijabi dun ar-ra'iyya. Kapitulli mbi izolimin ose mbi mbylljen e udhëheqësit nga populli. Më thonë që njëtu ka besu udhëheqja e një populli, ose kujdestaria me ta, dhe çka ai mbyllet veç hallet e veta, punët e veta, dhe nuk ju jep qasje njerëzve, nuk ju hap derë njerëzve që ata të drejtohen me nevojat edhe kërkesat që i kanë. Autori këtu sjell hadithin Ebu Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu, i cili drejtohet Muavijut, kur ka qenë Muaviju radhiyallahu anhu halife. Sot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Men wallahu Allahu shay'an min umuri al-muslimina fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khillatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah."
Sot e kam dëgjuar pejgamberin sa duke thonë, kujt i besohet ndonjë çështje për çështjeve të besimtarëve, çështja më e madhe është me konë udhëhec komplet i umetit të një populli të madh, një shtetin e. Sot kujt i besohet një detyrë e tillë thot, dhe mbyllet, izolohet nga nevoja që ka njerëzit, hallet e tyre dhe varfëria e tyre. Nevojat mund të jenë të ndryshme, ka janë të më të mëdha, ka janë më të vogla. Mirë po hallet është një nevojë më e veçantë, është një dert më i madh. E varfënia tani që njeri me pas probleme dhe nevojat esenciale të jetës, me ti si udhëhec ose udhëheci është i ka mbyll dyert, nuk ka çështje më afro atij me i bën një kërkesë, me i bën një hall, me i bën, nështë edhe një zgjidhje, Se nevojat e njerit mund të jenë ndryshme. Mirë, po mos më përpjek, mos më interesu vetëm çështjen e vet. Atëherë, si ndëshkim për të, Allah subhanahu wa taala do të vendos pengesë mes tij dhe nevojës së tij, hallit të tij dhe varfërisë së tij ditën e Kiametit. Atë kjo si ndëshkim për atë person. Kur e dëgjon Muawiya radiallahu anhu këtë këshill të këtij sahabiu, atëherë cakton një njeri të veçantë që vetëm të merret me kërkesat dhe nevojat e njerëzve. Dhe kjo është këshilla e duhur. Dhe kjo është ajo që kërkohet për besimtarëve. Jo me ngritë, me bën fesade, me derë xhake, me bën mirë, po me gjithë formën më të mirën që s'paku njëri e kryen obligimin e vet. A cakton tani ai jetë borë tinej, po shikoj çfarë efekti kjo një këshill, një porosie pejgamberit sa i tregohet dhe i hapet dera kërkesave të njerëzve dhe nevojave që ata kanë. Ngjashëm transmeton Tirmidhiu edhe nga Amr ibn Murra al-Juhani rahimahullah me të njëjtin kuptim. Vazhdim autori sjell Babul Muhabati fil Wilaya. Kapitulli mbi favorizimin e emrime. Më thonë, kjo është një çështje që edhe në kalumen, edhe tash, edhe vazhdon të jetë një ndër sfidat më të mëdha që njerëzit kur marrin pozita dhe udhëheqje, që pastaj në detyra caktuar ti emërojnë njerëz që i kanë ose të familjes, ose i kanë shoqëri, ose kanë interes të ngushtë caktuar, pra të favorizojnë njerëz para atyre që janë më meritor, më denjë, edhe më të afër me kry ato detyra dhe ato punë. Realisht autori këtu sjell dy hadithe që dyat janë realisht të dobta, mirë po kuptimi i tyre është i saktë në momentin që ti favorizon dhe vendos dikon tjetër. Meqense ka hadithe tjera të sakta që kanë kuptimin e ngjashëm, se gjitha këto janë mashtrime, gjitha këto janë mos sinqeritet në detyrën që ju ka dhënë, mos përmbushje e obligimit që ai e ka. Ai realisht i mashtron, i tradhton njerëz se nuk e vendos njerin e duhur në pozitën që duhet ai ta kryejë. Unë po e përcjell po përmend hadithet që ka përmend autori, përcjellet nga Jezidi ibn Abi Sufjan radiallahu anhu, se Abu Bekri radiallahu anhu i ka thonë atij, vet Jezidit, pra. O Jezid, inna laka qarabe, ti ki të afërm, realisht çdo njeri, po ki sot ti të afërm, fa hal asayta an tu'thirahum bil imarat. Sot ndoshta thot ti e favorizon, do të thonë i favorizon ata në udhëheqje ose në emrim të detyrave. Wa dhalika aktharu ma akhafu alayk. Dhe kjo është më shumë që kam frikë për ty, ba'da ma qala Rasulullah pas asaj pra që ka thonë pejgamberi dhe ky ka dëgjuar, men wuliya min amri al-muslimin shay'an, kush emrohet në një çështje të çështjeve besim të muslimanëve, fa amara ahadan muhabbah, dhe ai pastaj emron në një detyrë më të ulta, emron dikon, e favorizon dikon, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in, bi këtë person qoftë mallkimi, mund të jetë në kuptimin e duas ose në kuptimin e është mallkimi i Allahut, i melekëve dhe i gjithë njerëzve. Dhe vazhdon hadithi, la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla hatta yadkhuluhu jahannam. Dhe Allah nuk pranon prej tij as farz e as nafile derisa ta fut në zjarrin e xhenemit. Kjo fjala që vjen në shumë hadithe se Allahu nuk pranon as farz e as nafile. Qëllimi i fjalës sarf edhe adl ka komentime të ndryshme. Përmendëm pak po një ditë që u përgjigjem një pyetje, po shfrytëzojmë rastin pak shkurt ta shpjegojmë edhe këtu. Realisht ka mbi 10 shpjegime se çka 10 mendime të dietarëve se
cili është kuptimi i kësaj fjale. Po ajo më e njohur që është se shpjegimi më i njohur është se Allahu Azza wa Jall ja pranon si vepra është e saktë, por nuk e bën një pranim qabulu ridha quhet. Nuk e pranon me gjithë kënaqësi Allahu atë vepër. Por e pranon qabulu jaza, do të thonë që ka kryer obligimin ose ka kryer si vepër nafile, mirë po me kon Allahu i kënaqur në kuptimin e plotë asoj, jo, për shkak këtij mëkati që ka bërë ose hadithe, se shumë ka hadithe me këtë kuptim. E para është që Allahu e pranon si vepër, është e saktë, por nuk merr shpërblim për të. E dyta, shpjegimi i dytë i kësaj që bëhet është se Allah subhanahu wa ta'ala thon në Kur'an, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Punët e mira i shlyn të këqijat. Dhe Allah nuk pranon as farze, as nafile që me shly këtë gjuna. Do të thonë është gjuna i madh. Namazi dhe namaz, xhumoja dhe xhumo, shlyen gjunat e vogla. Kurse këto janë gjuna të mëdha, saqë s'ka farz e as nafile që e shlyn. Po besoj që kuptimi është i qartë deri këto. Mirë po, edhe një mendim po e përmendim, jo ma tepër se të ngjashme se të paraferta të tjera, thot nuk pranohet prej tij as pendim e as fidje, me thonë kompenzim për ta. Qëllimi kur është se botën tjetër pendohu sa dush, nuk ka vend për pendimo. Se në shumë tekste përmendet nuk pranohet prej tij farz sunet botën tjetër. Nuk pranohet farz sunet në përkthej farz sunet është sarfen wala adla, domethënë në dy shprehje tjera, nuk është konkretisht shprehja farz. Atëherë nuk pranohet prej tij as pendim e as kompenzim. Pse? Se në është prej gjunohave të mëdha që në atë botë pendimi është dorë ku pendon këtë dynjë, atëherë është vonë, dhe e dyta është se nuk mund njëri ta kompenzon me diçka, se atje s'ka dinar as dinë, ka veç vepra të mira. Me kon gjunat e vogla për rahmetit Allahut shndrohen pastaj edhe sevape. Në hyrje bashkë e përmendëm të hadithin e njohur. Mirë po, kur është mëkat i madh, pra, gjitha këto kuptime janë të sakta, mundu me thonë. Pra që Allah Azza wa Jall e privon këtë njeri nga shpërblimi i farzës dhe sunetit, gjithashtu kjo vepër për shkak që është gjunohi atje shumë i madh, këto vepra të mira, farzë dhe sunetit, nuk kanë mundësi me shly atë gjuna, dhe tjetra që nëse njeri nuk pendohet këtë dunjë atë botë, s'ka vend për pendim, nuk i bën dobi, do të thonë pendimi për të, dhe nuk i bën dobi as kompenzim dhe s'ka me çka e kompenzon. Hadithi tjetër transmetohet nga Abdullah ibn Abbas, se i dërguari sa ka thonë, men ista'mala rajulan ala isabatin wa fihi man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Sot pejgamberi selam, kush emron një njeri mbi një grup njerëzish, e cakton njënin me ju dhënë një grup njerëz. Mirë po, në mesin e tyne është dikush që është më i denjë dhe më i dashur te Allahu se ai ka tratu Allahun, pejgamberin dhe besimtarët. Realisht kuptimi i dy këtu në hadithe është i saktë. Do të thonë se një njeri që favorizon dikon duke qenë dikush më meritor për me kryer një punë, më i denjë me kryer një punë, ai ka bërë mëkat të madh. Dhe ai ka tratu Allahun, e ka tratu pejgamberin e sa, pra ajo që ka kërkohet prej Allahut dhe pejgamberit në këtë kuptim se fonda e ka tratu vetëm veten, e mirë po ka bë hile, ka bë tradhtim në fe, ka bë sherr besimtarëve dhe muslimanëve, dhe se ndeshkimi i tij do të jetë padyshim nëse Allahu nuk e fal prej gjunave të mëdha, do të jetë mallkim që ka ardhur në hadithe të tjera realisht që mbështetin këtë kuptim dhe këtë domethënie. Në fund autori po e marrim edhe këtë, ose kemi edhe dy kapituj. Kapitulli tjetër thot babul jawri wa dhulmi wa khatar al winaya, kapitulli mbi padrejtinë, zullumin dhe rrezikun e udhëheqjes. Autori këtu ka përmend 4 hadithe. Hadithi i parë thot ma min ahadin yakunu ala shay'in min umuri hadhihi al-umma falam ya'dil fihim illa kabbahu Allahu fi an-nar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njeri që
është mbi një çështje ndër çështjet e këtij umeti dhe nuk mbon drejtësi në mesyre veç Allahu ku me hedh në zjarr. Ky hadith ka kuptimin e saktë, i shumë hadithe të tjera, po edhe ky hadith është i dobët. Hadithi i radhës dhe hadithi i njohur është hadithi i Muadhit radhiyallahu anhu, kur e dërgon pejgamberi në Yemen, i thot këtë porosi: ittaqi da'wat al-mazlum. Ruju nga duaja atij që është bë zullum. Por ti ke më shku hecat, ja? Ti ke më shku gjykat. Ki kujdes pra nga zullumi. Ruju dost atij që është bë zullum, qoftë edhe mëkatar, qoftë edhe gjunaqar, qoftë edhe pa besimtar. Ku bidaxhi çka do të është. Përderisa ajo është bë zullum, i ke bë zullum, ki kujdes nga lutja dhe duaja e tij. Fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab. Sepse ndërmjet saj dhe Allahut nuk ka pengesë. Pra pa marrë parasysh mëkatet, gjunat e tij, duaja e tij, nuk ka pengesë me arritë Allahut dhe me pranu të Allahut. Andaj ki kujdes nga kjo. Gjithashtu, hadithi tjetër që transmeton Adi ibn Umaira radhiyallahu anhu, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush emrohet në një punë, mbi një detyrë, pra një çështje të besimtarëve, feketeme minhu min mikhyatan, dhe mshef qoftë edhe një gjilpon. Një gjilpon me përvecua, një gjilpon. Fema fawqahu, e diçka më të madhe, mos flasim nëse është më e madhe. Kana gululan. Kjo është përvecim pa drejt, kjo është hile, kjo është hajni. Kjo është mashtrim. Gulul e ka këtë kuptim, përvecim pa drejt, mashtrim, hajni. Dhe cilë është dëshimi, ya'ti bihi yawm al-qiyamah, ku më mot me vetë atë ditën e gjykimit. Me hap llogari, për qoftë edhe një gjilpon. Para mendoj diçka më shumë subhanallahu. Edhe një gjilpon. Hadithi tjetër, për cilë nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thotë se dërguari sa ka thonë, wailul lil umara, wailul lil urafa, wailul lil umana. Mirë për udhëheqësit. Mirë për përgjegjësit ose përfaqësuesit dhe mirë për kujdestarët e emaneteve. Udhëheqësit mundin me pas kuptimin më të gjon, po shpesh umera e mirë janë udhëheqësit në pozitat më të larta që janë udhëheqës. Urafa arif e quajnë arabisht është udhëheqësi i kabiles, si më thonë përfaqësuesi i fshatit ose një lagje ose mirë për ta thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe mirë për umenet. Njerëz që janë kujdestar të emaneteve. Emin ose umenaj në kohët e hershme ata njerëz të cilët e kanë pas për detyrë me mbledh zakatin, me mbledh taksat e shtetit. Sot këtu hin krejt inkasant. Çfarë do të punë që kanë, ju ka besuar që ajo punë. Me mbledh një hak, një diçka. Pra më është mirë për ta. Pra mirë për këta njerëz që kanë marrë detyra prej atyre që janë detyrat më të larta deri te ata që kanë marrë detyrat më të ulta. Mirë për ta. Dhe shikoni se ç'thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sot ka njerëz që ditën e gjykimit kishin dëshiruar që në këtë botë me koka, me flok të lidhën lart në qiell. Bile ka përmend Thoreja. Thoreja është yjet ndriçues Plejada që janë grupi i yjeve. Po qëllimi është lart. Ka njerëz që kishin dëshiruar që në këtë dynjë me të vjerrën lartët e me uluhat me stokët e qiellit, e na 2-3 metra me shku nalt, adem nalësia është i farfobie, një frikë, një farë gjendje e mirë. E jo me nalt në qiell e me uluhat me vjerrën ma ka bolle kishin bë, se sa wa lam yakunu umilu ala shay. Et mos kishin marrë ndaj përgjegjësie dhe ndaj detyrë. Kur e shohin ditën e gjykimit se çfarë përgjegjësie, çfarë kanë llogari, kanë më dhënë para Allahut, kishin pas më shumë dëshirë këtë gjendje të vështirë me kon këtë dunjë, se sa me marr ndaj detyrë edhe ndaj përgjegjësi. Dhe kapitulli i fundit, autori sjell në lidhje me këto tema, bab wilayati man la yuhsinu al-adl. Kapitulli mbi atë që nuk është i aftë ose mbi emrimin e atij që nuk është i aftë me mbajt drejtësi. Hadithi është i njohur që zakonisht përmendet këtë kapitull, hadithi e Abu Dharrit, ku pejgamberi asami drejtohet Abu Dharrit, ja Aba Dharr inni araka dha'ifa, unë shoh që ti je i dopt, pra nuk je i aftë, nuk je që, domethënë me marr në dorë udhëheqje.
O inni uhibbu leke ma uhibbu li nafsi. Unë ta du ty të mirën ose ato që e du për veten time. La ta'ammaranna ala ithnain. Mos u bodh hec ose pres as i dy vetëve hiç. Qoftë 3 vetë me konti as çatyn e 2 vetëve mos ju pri. Wala tawallayanna mal yatim. Dhe mos merr nën kujdesin tonë as njëherë mallin ose qoftë një jetimi. Kujdesi përgjithësi. Ky përmendet për historisë e Budharrit që u kanë shumë dorëlir. Shumë ka jap, edhe njëri kur është ashtu të nej, është ka njerë problem edhe ato që ka njerë për fëmijët vete, për kur mësohet njëri me dhonë mundet me lonë mongu diçka e nështë edhe të malli jetim të Allahem, nështë kjo është edhe kuptimi dhe kjo është qëllimi i lutjes pejgamberit alayhis salam duke njoftë e Budharrin që ka qenë i tillë. Allahu alem. Pastaj i përmend autori hadithin Ebu Burejdes radiallahu anhu, i cili thotë se i dërguari sa sem ka thonë, gjykatësit janë 3 lloje. Janë 3 gjykatës janë. Thotë njëri prej tyre thotë është në xhenet, e 2 prej tyre janë në zjarr. Thotë fa amma alladhi fil janna, thotë ai që është në xhenet, fa rajulun arafa al-haqqa fa qada bihi. Është ai njeri që e njeh të vërtetën dhe ka gjykuar me ta. Që ka në xhenet. Thotë wa rajulun arafa al-haqqa fa jara fi al-hukmi fa huwa fi an-nar. Kurse ai i cili e njeh të vërtetën, pra e din drejtësia ku është. Mirë po, nuk tregohet, nuk mban drejtësinë në gjykim, ai është në zjarr. Mirë po thotë gjithashtu wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fa huwa fi an-nar. Po dha njeri që gjykon mes njerëzve me ignorancë, edhe ai është në zjarr. Po duhet gjithë 2 kushtet me plotsu, edhe me ditë me njoftë të vërtetën, po edhe me gjyku me ta. Në momentin që njëon nëse tjetër nuk e ke, atëherë je prej këtyne 2 grupeve të cilët janë në xhenem, Allahu na ruaj. Dhe hadithi i fundit që përmend autorin këtë kapitull dhe në përgjithësi temën tonë për sonte, është hadithi që transmeton Buhari radhiyallahu anhu, se dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men uftiya futya bighayri ilmin kana ithmu dhalika ala alladhi aftah." Kujt jepet një fetva pa dije, gjunohi dhe mëkati i saj është mbi atë që ka dhënë fetvën. Normal, kjo është kur një njeri është i sinqert, nuk e njeh çortin dhe kërkon fetva. Se nëse njëri din vërtetën e ka herë veç domethënë me marr një lehtësim me ne si pushon zemra, si flen zemra dhe din që gjuna ajo është ai hadithi tjetër që ka ardhur istefti qalbek. Me lype fetva për zemrës tonë, s'po të pushon zemra që është halal një punë. Kjo është e halale, s'po të pushon zemra që është halal një punë. Këtë dynjaja të jopshin fetva, qëllimi është që fund kthejë zemrës tonë, edhe nëse shen ai fetva që ta lejon ato. Mirë, po këtu qëllimi është që njeri nuk ka njohuri, nuk din, kërkon fetva prej dikujt, ai që ka ja fetva e merr në borën e fetvas. Kështu që e ka përmend autori edhe çështjen e fetvas, edhe çështjen e gjykatës, se këto janë pjesë të udhëheqjes. Ju besoj njerëz këto detyra janë të mëdha, këto detyra ndërlidhen direkt me çështjen e njerëzve dhe nevojat e tyre për këshillim, për gjykim mes tyre, andaj janë prej pozitave më të ndjeshme që njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Dhe është përgjegjësi shumë e madhe, atë lumi ai që e merr dhe e kryen si duhet. Kur ju jepet, kur ju ngarkohet kjo detyrë, se këto janë prej detyrave që nuk kërkohen realisht, por nëse ju ofrohen dikujt dhe e merr, lumi ai që kryen si duhet dhe padyshim që shpërblimi është shumë i madh. Mirë po, ai që i merr qoftë i papërgatitur, nuk është i djent, nuk është i aftë me kryer atë punë, ai është përgjegjësi e tij që është përgjegjësi shumë e madhe, Allahu na ruaj. Tu po e mbyllim këtë ders për sot. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wahdaka la sharika lak, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu shpërblet gjithëve. Sallallahu alaihi wasallam.